Presidenti Bajram Begaj mbajti fjalën e tij në debatin e përgjithshëm të sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në një moment të veçantë për Shqipërinë që shënon 70 vjetorin e antarësimit në OKB. Kreu i shtetit nënvizoi se ky përvjetor i Kombeve të Bashkuara është një kujtesë e vizionit për dialog dhe bashkëpunim mes kombeve dhe një mundësi për të angazhuar më fort në mbrojtje të paqes, drejtësisë dhe solidaritetit global. Ky është momenti kur ne duhet të ripërtërim për kushtimin ton për të siguruar që Organizata e Kombeve të Bashkuara të vazhdojë të shërbejë si themeli i paqes, drejtësisë dhe solidaritetit, jo vetëm për ne, por edhe për brezat që do të vijnë. Në fjalën e tij ai ndaloi te kriza aktuale botërore, duke ritheksuar mbështetjen e palokundur të Shqipërisë për sovranitetin e Ukrainës dhe dënimin e agresionit rus. Njëherësh presidenti Bajram Begaj konfirmoi qëndrimin e Shqipërisë që lufta në Gaza duhet të përfundojë, të gjithë pengjet duhet të lirohen dhe situata humanitare duhet të trajtohet me urgjencë. Vlerësojmë përpjekjet diplomatike në udhëheqjen e presidentit Trump për një paqe të drejtë, të qëndrueshme dhe në respekt të plot të sovranitetit, pavarësisë, integritetit territorial të Ukrainës. Shqipëria është po aq e përkushtuar për paqe, siguri dhe stabilitet në lindjen e mesme. Lufta në Gaza duhet të përfundojë, të gjithë pengjet duhet të lirohen dhe situata e rëndë humanitare në Gaza duhet të trajtohet me urgjencë.